Ushqime të cilat janë të marketit, kujdes. Pagjumësia, alkooli, duhani, kujdes. Ushqimet e mbyllura, ushqime të cilat kanë nivele të larta të monosodium glutamatit, emulsifikator, ëmbëlsues artificial, ushqime të cilat janë të pasura dhe me substanca toksike dhe kimikate të ndryshme, nitrati, nitrozamina, alkooli i cili konvertohet në acetaldehid dhe në pas me anë të një enzimi e cila quhet aldehid hidrogenaz konvertohet në aldehid dhe në pas me anë të një enzimi tjetër i cila quhet alkool dehidrogenaz konvertohet në acetat. Këto ushqime të cilat kush e di se me çfarë vaj janë bërë, me vajra të hidrogenizuar, janë rrezik potencial për funksionet enzimatike dhe për funksionet hormonale të pankreasit, sepse pankreasi është egzokrin në pjesën më të madhe të tij dhe endokrin. Pjesa endokrine përbën shumë pak, afërsisht 2%. Pjesa endokrine përbëhet me prodhimin e insulinës, që insulina fut glukozën në gjak, pra fut glukozën në qarkullimin portal, që e dërgon pastaj në mëlçi, ose për depozita që konvertohet në glikogen, ose këtë glukozë e dërgon në ind, që glukoza me anë të glikolizës shpërbëhet deri në karbon dioksid, më pas në ujë dhe më pas në ATP, që është adenozin trifosfati, ose kjo glukozë edhe një herë tjetër depozitohet në glikogen, që është një varg polimerik glucidik i gjatë. Pra varg polimerësh i cili përbëhet nga glukoza, që është sheqeri i thjeshtë dhe përbëhet nga 6 atome karboni. Këto ushqime të shu janë rrezik potencial për pankreasin, sepse kanë salca të cilat janë me substancat ndryshme kimike, sallami, prosciutat që janë të dëmshme dhe për trurin e fëmijëve, por dhe për funksionet e enzimave të pankreasit. Alkooli, këto ushqime, pra i tham. Çfarë funksione zhbon tjetër pankreasi? Kalojmë pak tek imazhet, sepse duhet të dimë se çfarë bën pankreasi që ta mbrojmë. Për mendimin tim, pankreasi është ai organ që këto ushqime i përpunon, i dërgon në mëlçi dhe mëlçia me anë të qarkullimit venoz, pra nga vena hepatike i dërgon në venën qendrore dhe më pas i derdh në vena cava inferior, nga vena cava inferior këto shkojnë drejt dhomave të zemrës. Tani pankreasi këtu, duke qenë se prodhon enzimat prodhojnë nga koka e pankreasit. Ato derdhen në duktusin e virsungut, pra në disa kanale. Enzimat prodhojnë nga qelizat acinare dhe qelizat acinare i sekretojnë këto enzima në kanalin e virsungut. Kanali virsungut i aku është dhe derdhe në pjesën e një regioni cili quhet papila vater. Por nëse ky pankreas ka lënd, ka substanca, ka metabolit inflamator, mund të pësoj problematik. Madje konsumimi i alkoolit sjell edhe problem të gurve në tëmth, të cilat ne i quajmë një term i cili emërtohet kolelolitiaz ose formimi i gurve në tëmth, mund të sjelli problematika dhe të një pankreatiti akut, sepse nga papila vater ato shkojnë drejt kanaleve pankreatike, të cilat janë të veshura nga epiteli, dhe mund të krijojnë një problematik tu aq shumë fulminant, saqë ky pankreas mund të krijojë pankreatit. Prandaj kujdes, kjo është papila vater. Ky është një kanal këtu që nëse bllokohet nga gurët që mund të formojë tëmthi, që tëmthi nuk formon vetë gurë. Gurët në tëmth formohen nga toksinat në mëlçi dhe në zor, nga dispioza, nga dëmtimi i envoplakinave, desmogleinave, periplakinave, desmozomeve, lidhjeve ndërcelulare, ting junctionave, nga acidi kloridrik i varfër, nga çrregullimi i pompave ATP hidrogen, nga çrregullimi i një enzimi i cila quhet anhidraza karbonike, nga çrregullimi i një enzime tjetër e cila ajo është shumë jetike cila quhet pepsin dhe forma jo aktive cila quhet pepsinogen. Prandaj kujdes, sepse alkooli formon gurë në tëmth, gurët në tëmth mund bllokojnë rrugët pankreatike. Prandaj jo alkool, jo ushqime të skuqura. Dhe pankreasi prodhon shumë enzima. Prodhon lipazën, prodhon kolipazën, glicerolesterhidrolazën, fosfolipazën, prodhon të enzimën e cila ul dhe stabilizon presionin arterial, e cila e quhet prej kalikrein ose kalikrein, që kalikreina bën të mundur konvertimin e kininogenit në bradikinin, kolipaza e cila lidh yndyrnat me micelen ose me lëngjet biliare, prodhon përsëri një enzim tjetër e cila konverton ose zbërthen karbohidratet në oligosakaride, e cila e quhet amilaz, që amilaza sekretohet dhe në pjesën e gjendrave salivare, por pankreasi ka shumë detyra jetike. Merr pjesë në coptimin e yndyrnave, në zbërthimin e molekulave të sheqerit, në përthithjen e yndyrës
merr pjesë dhe në përthithjen e disa elementeve jetike të B12-s, të B1-shit, sepse thuhet se prodhon dhe disa substanca, të cilat quhen tanazat intestinale. Pa pankreas nuk ka sistemi imunitar të shëndetshëm. Madje cilat janë ato ushqimet që janë të shëndetshme për pankreasin? Hudhra, brokoli. Hudhra është shumë e rëndësishme për pankreasin. Hudhra përmban lëndë flavonoid jetik për pankreasin, ndërsa brokoli përmban sulforafan. Sulforafani është me të vërtet shumë antioksidant i lartë, përmban vitamin C, përmban mangan, përmban nivelet larta dhe një lëndë ose një molekule e cila quhet fisetin, luteolin, tricetinat, kwarcetin 3 rutinozit, përmban disa lëndë cila quhen kwarcetin trimetil kwarcetinat ose dihidrokwarcetinat, përmban fisetinat, përmban tamariksetinat, ndërsa hudhra përmban disa lëndë të cilat reduktojnë inflamacionin, izoalinat, cikloalinat, alisinat. Hudhra fal alisinës që ka redukton inflamacionin, redukton parazitët, madje dhe parazitët në murin e zorës soll dëmtojnë enzimat e pankreasit sepse sekretojnë substanca toksike, është limoni, është avokadua, është speca, është molla, është boronicat, avokadua, vaj ullirit, repat janë jetike për pankreasin, uthulla e mollës janë jetike për pankreasit, kungulli i verdh, kungulli i njom, karotat, vaj ulliri, kryesisht kungulli i verdh, kungulli i njom, karotat, vaj ullirit, karotat kanë lëndë të cilat quhen panaxidol, spatulenol, falkarinol. Spatulenol, falkarinol janë të shëndetshme. Karotat kanë dhe disa substanca të tjera siç i kishin dhe ushqimet më përpara. Karotat janë edhe të shëndetshme për enzimat e pankreasit sepse kanë dhe beta-karoten, kanë astaksantina, zeaksantina, boronicat kanë nivele më të larta të zeaksantinave, të fukoksantinave. Është konsumimi i ushqimeve të pasura me protein, lëngu i mishit është pjesa e të verdhës së vezës, sepse pankreasi kërkon ambient proteinik që të sekretoj enzima. Janë ushqime cilat po them është avokado është ushqim i shëndetshëm, nëse është i pakontaminuar, pjesa e vezës organike ose vezës së fshatit, vaj ulliri, kungulli i verdh, kungulli i njom, çaji i gjeteve të ullirit, uthulla e mollës, repat e bardhë, repat e kuq, boronicat, mollat, kumullat, kajsia, sikurse dhe që thanat janë të shëndetshme për pankreasin. Nga këto unë përkufizoj në veçanti kungullin e verdh, kungullin e njom dhe vajin e ullirit. Vaj ullirit është jetik sepse përmban lëndë jetike për pankreasin, madje ashtu siç redukton deri në 30% kancerin kolorektal, redukton maksimalisht dhe indikacionin ose mundësinë për problematika dhe për neoplazi për formacione të dyshimta të pankreasit. Dhe nëse ne duam që të kemi një pankreas të shëndetshëm, mund ta konsumojmë çdo ditë në mëngjes esëll, një lugë çaj. Fëmijët mund ta kenë më të domosdoshëm për të mbrojtur pankreasin. Pankreasi merr pjesë edhe në funksionet e trurit, neuronet dopaminergjike. Madje pankreasi me anë të yndyrnës që përthith, sepse pa yndyrnë nuk ka mielin të pastër. Pankreasi i shëndetshëm, fokus i shëndetshëm, nervat shëndetshme, nervat fuqishme, nerva optimale. Pra fokus, përqendrim, artikulim. Pankreasi merr pjesë edhe në procese të cilat janë më jetike. Sa më shumë i shëndetshëm të jetë pankreasi, aq më shumë të shëndetshme do të jenë dhe bakteret e mira të kolonit, aq më shumë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër do të kemi, acid kaproik, acid oktanoik, acid fenilvalerik, acid izovalerik, acid butyrik, acid metilbutyrik, acid oktanoik, acid kaproik, janë acide të shëndetshme të cilat mbrojnë dhe kancerin e zorës trash. Por nëse ne konsumojmë dhe çdo ditë vaj ulliri, atëherë ai mbrohet dhe është më i shëndetshëm. Pra ushqime të cilat çepa, hudhra, vaj ullirit, boronicat, lëngu i mishit janë të shëndetshme, janë për një jetesë dhe për të parandaluar problematika të tilla. Por unë specifikoj edhe një herë tjetër vajin e ullirit, kungulli që e ka stinën tani, është konsumimi i preshit në gjell,
Do me thënë si që gatuan të gjyshje që kishte atë recetën e saj ose traditën e saj të vjetër ose zakonin e saj të vjetër. Duhet të mësojmë që të konsumojmë ushqim me lugë. Ne kemi harruar lugën. Dora jon ka harruar që të mbaj lugën, sepse ushqimet junk food, fast food kanë dëmtuar këto procese, kanë dëmtuar stilin ton të jetesës. Prandaj boronicat, hudrat, kungulli verdh, kungulli verdh, kungulli njom, karotat, vajulliri, avokado, lëngu i mishit, perimet e stinës janë jetike. Një ndër këto, që unë ua thash edhe pak më parë, është vajullirit. Vajullirit që ne kemi me shumicë në trevat ton shqiptare, që si që redukton kancerin e zorës trash, nga një lugë çaj çdo mëngjes, redukton dhe problematikat në pankreas, nëse mund të përdore dhe 2 orë para gjumit, dhe nëse hollohet me pak ujë. Ashtu si që është edhe për pastrim, boronica, çaj shere belës, rozmarina, hithra, pra ushqime sa më shumë bio.